Reforma në sistemin e drejtësisë duhet kryer sa më parë për t'i dhënë fund korrupsionit të lartë. Apeli vjen nga kryetari i avokatëve penalistë të Shqipërisë, Sajmir Vishaj, i cili thotë se shoqata do t'jap kontribut në ndryshimet e pritshme ligjore. Ne përkrahim reformën në sistemin e drejtësisë, pasi po e ndjejmë shumë që duke filluar që nga gjykata e lartë, Këshilli i lartë i drejtësisë, duhet një ndryshim rrësor. Është e vërtetë që në radhët e drejtësisë ka gjyqtar të korruptuar, ka prokuror të korruptuar, ka dhe avokatë të cilët shërben si sekser, por ne në kurse nuk mund të rrim pa përmendur ata gjyqtar, ata prokuror dhe avokatë që me ndeshmërinë e tyre, me punën shumë të mirë profesionale, kanë arritur që edhe drejtësia të ketë atë cakun e vet. Në këtë konferencë ishin të pranishëm dhe përfaqësues të dhomës së avokatisë së Serbisë, Maqedonisë, Malit të Zi e Kosovës. Përfaqësuesi i dhomës maqedonase të avokatisë u shpreh se bashkëpunimet midis vendeve të rajonit janë shumë të pakta në fushën e drejtësisë. Bashkëpunimi i ndër rajonal është shumë i vagët, shumë i zbet, mos thonë fillestar. Përveç se një ligj flas për Parlamentin e Maqedonisë që ka të bëjë me ndihmën reciproke me shtetet tjera në fushën penale, takime më konkrete thuajse me shtetet e rajonit fare o ka o s'ka. Në këtë konferencë u diskutua për disa nga problematikat që po kalon sot sistemi i drejtësisë, si zvarritja e gjykimeve, gjykimi i shkurtuar dhe përfaqësimi i interesave të klientëve. Bashkëpunimi ndërrajonal sepse